shkove në Greqi vetëm apo bashkë me fëmijët? Vetëm. Jo, fëmijët si mora, i ka marrë vetëm për qef fëmijët, asnjëherë si ka marrë për Si vetëm në Greqi? Vetëm, 20 vite vetë. Nuk patë frikë? Jo frikë, të merë kam patur. Të merë kam patur, po kam patur këtë shansin e mi që kam patur zanatin edhe vërtet që e kam shtrydh atë emigracion. Nuk mu ka shtrydhur mua. Me çfarë zanati mbjetë? Unë kam punuar në sallon moda, jam mjeshtre në punën time. Në sallon mode? Po, jam mjeshtre dhe mua më jep një skicë dhe unë bëj gjithçka. Çfarë është me rroba gjepsin? Jam kompetente e madhe me këtë. Kaq talent ke patur? Shumë, ma ka dhënë Zoti këtë gjë. Në rroba gjepsi? Po kam krimtarin time, unë kam bërë sfilat mode dhe dua tani kam një projekt që do ta bëj tani ta mbyll me atë, që njeriu të krijojë, njeriu gjithmonë të bësh gjëra. Edhe rroba qepsin e kam patur pasion që e kam mësuar vetë. Edhe mbi rroba qepsin vetë e kam mësuar. Ku mbritet ditën e parë kur shkove në Greqi? Në Afin. Te kush? Te njerëz që as nuk i njifsha. Si morë thjesht një makinë dhe shkova në furgon dhe shkova aty? Po. Ka qenë një udhëtim që se kam bërë dhe këngë këtë. Po vizën si e gjeta? E kam paguar të tjerë njerëz. Të tjerë njerëz e kanë paguar. Sa paguat? Ku dëgjon, si mbaj mend. S'mbaj mend fara. Dhe shkove në Afin. Pastaj jam futur në një familje brenda, e lash atë, kam punuar në shtëpia. Gjersa kam gjetur prova qepsin. Domethënë ishin 7, domethënë 5. Në 1998 fillova në sallon mode që kam punuar. Kam punuar 12 vite atje. Fillove atje në të punoje në modë? Në Kolonaqi. Në Kolonaqi. Po, Kolonaqi kam. Atje më the nuk e mban mend se kush të priti. Atje, shiko, në një familje. Mund të nisesh nga Shqipëria vetëm. Kam qenë në një familje, po vërtet nuk i mbaj mend. Po kush të çoi aty me motor? Po këtu me taksi kam ikur nga Tirana kam shkuar atje. Dhe kam vajtur te motra aty. Nuk jam mbaj mend. Motra e personit që të mori? Po. E kishe të dashur apo? Jo, e njifsha, thjesht e njifshi shoqëri. Si mund të nisesh aty? Nuk e di, e kanë bërë atë me njëri tjetrin. Për shembull, ti ke shok këtë njeri, ti ke mos rri këtu se pa u vuan. Edhe kam ikur, ja kaq thjesht. Po sa pagove? Nuk e mbaj mend, e kanë paguar ata, unë pastaj me dhos si kam dhënë që nga çiklek, sa kanë kërkuar, po si mbaj mend. Kujton që 50.000 dramia, 200.000 dramia, si mbaj mend. Nuk mbaj mend kot. Po me fëmijët, nuk të mori malli për fëmijët? 4 vite pa ardhur në Shqipëri unë. 4 vite. 4 vjet. Po si së merte, më diqte, më përvolonte. Dhe ne me fëmijët, unë me fëmijët. Ku i le ata? Te babai vet. Edhe i kam ndihmuar ekonomikisht të rjetën. Sa vjeç i le? Po djali im atë ka qenë 8 vjeç. 8 ka qenë. Po, kaq, 8, e i tjetri ka qenë 5, po. 8 dhe 5 vjeç. Po. Më pas, kur u ktheve për herë të parë, kur i takove? Të pranuan ata? Të pranuan? Po normal. Nuk më lodh puna mua asnjëherë. Mua më lodhin fjalët e njerëzve më lodhin shumë. Po. Megjithatë, më duket sikur e ke vrarë shumë mendjen për fjalët e njerëzve. Po shiko tani. E vrasën tani për shembull. Shiko si e vrasën mendjen tani. Për shembull, dhe tani që po bëjmë të intervistën edhe. Ti po më pyet kaq bukur dhe kaq këndshëm. Imagjino të kesh sa gjëra, domethënë që janë intrigante, pyetje intrigante. Për Zotin është e tmerrshme. Po unë të pyet aty, a ke frikë ti që njerëzit do të gjykojnë mbas Jo, ti the jo. Jo, në asnjë mënyrë, por nuk është intriga ajo. Ti e the shumë bukur. Pra ti e ke tek intriga, tek ata të cilët e kanë me tendencë. Po që se ti do që të më fyesh mua në këto që më bën pyetje, për Zotin dhe unë ditë si përgjigjem. Ndërsa kjo e kësaj nuk është frikë. Pse flas unë po? Do flas pse? Unë do të kem dhe dritare. Si ke marrëdhënie sot me çunat? Në mënyrë të përsosur. Vërtet? Po. Jeton me ta? Me ata jetoj, janë fëmijë, janë të gjithë fëmijët. Ne komunikojmë, ne jemi shok. Dhe ne komunikojmë më shumë me heshtjen. Je bërë gjyshe? Jam bërë, po. Me kë e ke më të fort lidhjen, me të madhen apo me të voglin? Me të dy, po. Me të dy, po ky vogli bëhet çik xheloz. Pse? Se kujton sikur dua të më marrë më shumë. A do të marrim pak më shumë? Pa të marrën e kemi çik më të urtë dhe ky një çik është i sertë dhe i them unë. Të kanë gjykuar ndonjëherë i vogli pse e le?
në një moshë shumë të vogël? Po. Jo më kanë gjykuar. Jo është diçka që ndodh ajo. Unë vetëm hesht. Dhe vërtet do të gjykoj fëmia. Dhe gjyqi që të bën fëmia, ai është gjyq. Asnjë gjë tjetër. Dhe fëmia duhet të ketë dashuri absolute. Diçka që ata se kanë patur. Po me të voglin, çfarë do kishe bërë ndryshe? Ndoshta. Asnjë gjë, kështu siç janë, asnjë gjë. Asnjë gjë. Nuk mund ta ndërtoj unë, jo, s'mund ta ndërtoj. Mendon që mund ishte që Greqia ndryshe po ti kisha marrë atë me vete? Po i ka marrë, atë i ka marrë për qef. Për qef i ka marrë. I ka marrë pastaj u ka bërë trajnime me punën time, 3 muaj njërin, 3 muaj tjetrin, kishin të rritur, sa hapa firmën në Greqi unë, hapa licencën time, e hapa edhe këtu në 2007. Mirë, po unë kam investuar gabim shumë në puna ime. Kam bërë gabim, do me thonë se kam besuar, edhe mbas edhe nuk ka qenë dhe ylli im. Shikojmë që do bëhet arin. Shikojmë se fuqinë e kemi. Mendja topa. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.